lexo për shumë njerëz sukses, shumë pse musliman. Çështja e parë që ai ta përmend, pse ka pas sukses, çush kimë pas sukses, çka thot? Përsa këto qëllimet. Çfarë po don? Njët. Tani përsa të njëtet apo. E a ka diçka më të qartë, a ka diçka më të fuqishme në këtë aspekt që realisht i përcakton qëllimet e jetës më mirë se imani? Prandaj imani na mëson të ndrua vëllezër që të japim përgjigje të duhur pyetjeve madhore në jetë. Pse një musliman jeton? A ka organizim më i mirë jetës ku njeriu ka qëllime të caktuara? Ç'kjo qëllimi kryesor, ç'kjo qëllimi, unë ç'të që ka qartë atë. Aq e ka qartësu Allahu xhalla wala të ndrum xhenetin. Shikoj, se qëllimi në xhenetin. Një nga qëllimet më madhore është xheneti. Shikoj sa ka folë Allahu për xhenetin në Kur'an. Pse ka detaje? Ky është ujin e ka kështu, qumshin e ka kështu. Mandje vera o që kështot, neja o që kështot, kultu që qëfar janë, druni qëfar është, qëfar detaje, shpeshtëre gjenet është maj detajzu në Kur'an, se që ti kishe pas mësi me e detajzu shpinë tonë atë. Pse gjithë kjo? Që fokusi i qëllimit mos me pas asni qëllim tjetër me të defokusu nga qëllimi kësor. Ja. Me thirë gjithmonë, që to qëllimi. Shko ka të shkojsh ama, krejt jeta duhet me i shërby gjenetit, që këtë më do, knaqësisë Allah të bare këtë halë. Andaj besimtari e organizon jetën përmes besimit i cili jamëson qëllimet e tjetuarit. E mëson pse duhet me flajt, e mëson pse duhet me qu, e mëson pse duhet me hongër, e mëson pse s'duhet me hongër, e mëson pse duhet me nimu dikujt, e mëson pse s'duhet me nimu dikujt. Krejt i mëson. A ka jetë me mirë se i cili din krejt pse ban? Shumë e ka qartë, shumë e ka të kristalizume. Andaj sahabët e pejgamberit aq e kanë pas të qartë, sa që, sikur se ka unë Hudhejfe radiallahu ta'ala anhu, kur këna net me pejgamberin sallam, aq e bëj këtë qartë qëllimet, sa që nuk duke që po e shumë gjenit, para vete e kema. Tash e peshav. Ose për shembull, Enes ibn Nadri ja ka një herë, ja një herë, e qartë ku shumë atë. Na duhet imanin e përdor. Funksioni i imanit është të ndërruazër edhe këtë aspekt me rregullu. Aspektin e, qëllimeve të jetës. Çfarë qëllimi kiti vëllai? Ai të ndërruazër shpesh i kanë ndërtuar shtëpia të vogla. Islami ka me zhenu. Jo në kuptim të murave apo, po qëllimi apo. Kanë qenë kulmin herët, heqa atë kulm presha. Kulmin, a din ku kulmi? Te Firdausi. Sa është kulmi i xhenetit apo? Çatje, mas nalti. Që atje pejgamberi më ka thonë, "Wa idha sa'altumullaha fas'alul firdaus." Kur kërkoni nga Allahu në Firdausin, xhenet më të lartë, tani amrintin ka të parën, ka dytë, tani ka punë tjetër është. Ama synimi i qëllimit është Firdausi. Në betejën e Uhudit ka pas shumë viktima, ka vdekur përmi 70 sahabe ka vdekur. Për shkak të atij lëshimi që kanë bërë ata shigjetarët në kodrën e Uhudit. Ka ardhur një nën tek pejgamberi sallallahu e i ka thonë, i është vrarë djalin betejë. Shikoj të ndërruar vëllezër, domthon arritja e qëllimit që shqetëson shpirtin. E imani bën këtë. I ka thonë, o i dërguari i Allahut, Hari thash djali jam, a është në xhenet e kem rahat, ma poshtë në xhenem me të kaj për të bëj dua. Ku kam ri puna atje? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Haritha, o nona filonit, nuk është një, innaha jinan, janë shumë xhenete. Djalit e ka rrok Firdausul A'la, e ka rrok më të lartë apo. U qetësu nëna, s'ka më lart, u qetësu pse e ka rrit qëllimin. Andaj qetëso shpirti, që kjo jeta zotën, jeta është me çmim ka kuptim ku njeri e arrin qëllimin. E arrin qëllimin e vetë. E qëllimi unë cëllë është, gjeneti, knatësia Allah të barë e këtala.